nuk është në gjendje të bëjë zgjedhje brenda vetes vet. E kam provuar në Kuris, kur kam garuar për kryetar partie, kam dëgjuar nën kryetarin e partisë që mburej nëpër ekran e thoshte kam mbushur kutit për Lulzim Bashën, dhe sot prapë është në funksionin e lartë që kishte. Pra, në atë parti nuk mund të flasim për meritokraci. E di pse? Se duhet të flasim për kryetarokraci. Në qoftë se këta njerëz dalin mbredhin dhe takojnë njëri tjetrin dhe nuk thonë thelbin e problemit. Ku qëndrojnë këta në raport me kryetarokracinë? Ku qëndrojnë këta në raport me mënyrën se si bëhen zgjedhjet? A kanë futur dhe këta duart në kuti ndonjëherë? A kanë organizuar dhe këta prishje të takimeve të rivalëve të Bashës apo të Berishës? A e kanë prishur dhe këta demokracinë? A kanë ndonjë garanci këta për demokracinë? A kanë ndonjë nevojë këta që partia të jetë e të përfshihet në një debat të madh dhe debati nuk bëhet kur e organizon një apo dy njerëz, mbledhin ca mbështetës dhe mbajnë një fjalim. Partia as nuk krijohet nga një njeri i vetëm apo nga disa dhe as nuk shndrohet në diçka tjetër nga iniciativa individuale. Unë kam marrë iniciativa individuale, kam kandiduar, por kam nxjerrë një manifest politik, i cili akoma dhe sot është dokumenti më i mirë që ka prodhuar PD ndonjëherë, jo se po mburen vetë, po gjithkush i referohet, kupton që aty ka propozime politike. Në qoftë se ne i bëjmë lojrat për të rireshtuar strukturën e partisë, kush do jetë sekretar, kush do jetë nënkryetar, kjo se ndryshon partinë. Thelbi i partisë demokratike është kryetarokracia, mungesa e demokracisë në parti. Mungesa e hapësirës për mendim alternativ dhe bashkëjetesë me mendimin e ndryshëm. Këto janë problemet e partisë. Ta njerëz duhet shprehen për këto. Kur ti dëgjoj të flasin, patjetër do t'i mbështes, do të rokas apo do t'i sfidoj.